أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما صلواتنا وسلامنا على خير الأمم على خير البشر سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين وبعد يقول تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا صدق الله العظيم. Inderuar i xhamat, sot na me radhë në suratun Nahl jemi me ajetin 70. Edhe në vazhdim, ajet pas ajeti, tem pas teme, bukuri pas bukurie me ajetet e Allahu xhelle xelaluhu, mucize mbi mucize, mrekulli mbi mrekulli, freskim mbi freskim, ushqim mbi ushqim, dit e më i bukur, veç sot s'ka mjolt. Sot është biseda në një send krejt tjetër në lidhje me ajetet që kemi me radhë në suratun Nahl insha Allahu Teala. Argumentet e rrotës e cila rrotullohet në këtë botë dhe ka emrin e vet, ka emrin e bukur, e ka emrin jetë, e ka emrin krijim, e ka emrin sjellje, e mërtohet me termine dhe epitete me emna krejtësisht të ndryshëm. Allahu xhelle xelaluhu për diçka prej kësaj flet në ajetin e parë numër 70 në suratun Nahl sot. Thot wallahu khalaqakum, Allahu xhelle xelaluhu ju ka kriju. Thumma yatawaffakum. Pa ndërmjetza, thot edhe ai ja u merr shpirtin pra. Ai do t'ju vdes nesër. Mirë. Allahu ju ka kriju, edhe ai do t'ju vdes nesër. Ajo në mes lindjes edhe vdekjes që që ka emnin, e ka emnin jetë. Pse sa është përmend këtu? Për shkak se nuk është vlerësu sa është përmend. Nuk është përmend në mesin e lindjes edhe vdekjes, në mesin e krijimit edhe vdekjes, për shkak se sa është vlerësu. Ka thonë, lau kana lid dunya inda Allahi qimatun janaha ba'uda, lema sakal kafira minha sharbata ma. Me pas kjo bot vlerë të Allahu sa një krah mize, jo muslimanët s'kan pas mundësi me pi ujë. Se i shtrejt do të konsideronte. Pra nuk është vlerësu për atë sa është përmend këtu. E tash fillon Kurani Kerimi me dersin tonë të sotit në lidhje me fenomenet. Ka thonë, wa minkum man yuraddu ila ardhalil umr. Disa prej juve pasi që krijohen edhe lindin në këtë botë, kthehen deri te mosha e shtyr në vite. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umr. Ardhalul umr i thojnë ditave kur ti mo në këtë botë je gjallë, po s'krin as një punë. Kjo fazë, kjo etap e jetës është për qëllim në këta jetë këtu. Edhe mo je, nuk ke kalu hala, nuk ke dal prej kësaj dunjohe, nuk ju përshëndet, je këtu edhe qarkullon me një mënyrë prej mënyrave, po ma prej tije nuk ka mundësi me li pas një dobi. Këto janë këto dita për të cilët flet Kurani Kerimin këta jetë. E pastaj, masi që ai thot, juve disave, jo keve, disave ju lam me jetu deri në këto dita, e zbërthan Kurani Kerimin me diçka edhe më në vazhdim të ajetit. Thot, likej la ja'leme min ba'di ilmin shej'a. E bëjmë ashtu njeriun që pasi dinte të mos din asgjë. Ishte hoxh, tash të s'pëna i din ajetët që na i ka spjegu 50 vite, për mensh. Ka qenë një hoxh i furishëm në kursin e xhamisë, i ka bon 90 vet, e kini vetë për abdesin, sa sharte i ka? Për na shiqen mesin, s'me dhe abdesin, sa sharte i ka? A i që na i ka spjegu detalet e kësaj gjahës, për na i din 4 kushtet, 4 shartet e abdesit. Ashtë bon 97 vjeqar, ashtë bon 95 vjeqar, ashtë bon 100 vjeqar. A i që ishte filozof,
edhe flitte me një ton të lapsit apo të gjuhës shumë të lartë në për regullimin e ndërtimin e fjalive në libra të veçanta, ta shti ka dalë për sokaku, edhe po hec, po e bajnë për krajim, ja tregu kë e pat derën. Filozofin e qojnë të kapigjiki vetja, kjo ka dera jote, ka mërë në rrugë. A i qina e prem të fiatin e duhonit një dit për ditve, edhe kur heste në mesin e dengave u drill të monopoli. A i zotnia i duhonit që ishë mënu me fmit e vetë 11 muj e disa dit. 11 muj e disa dit para pasunies vetë të munduar a i me gruën edhe fmit, i thot ati, edhe ti ki cull. Ashtë dorëzu se a i po e drill vendin, po e drill tokën ka po hec, na qenë ka a i dikushi, kur ti bojnë 65 veç, 80, s'po shkoj për këto përmi 80 se kemi pak qetër muhabet. Del në rrugë, e mështetet për një telit, një shtëpijes me një vend a gje, edhe jep, kalojnë ato që e kanë qu duhonin një dit për ditve, edhe thojnë ato kështu, thojnë Allah, Allah, si shka qenë ki një herë qka a bon. Qka a bon? Asë gjanë sa bon përveç se shka thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Unë disa i sjeli deri në ditat e më nënshmuara të jetës atyre. Qka janë ditat e më nënshmuara? Kur njeni prej atyre e lutë Allahu Gjelle Gjelaluhu me jaqu me lajqin e shpirtave. Po ajo s'ven, se ajo e ka datën e dame kur ven. Ajo ven kur ja ka caktu Allahu Gjelle Gjelaluhu, jo pas i pas dëshirës ative. Ardhalu l'Omar, e lan njani një popull prej popojve 90 vjeqar, 85, me nejt vetëm në dhumë, veç vetëm me nejt në dhumë. E pastaj rinaj me një kosa ka mundësi me në qëndru, pastaj i hupin mundësit ati të qëndrimit edhe të qëndresas të shërbimit të vetë. E vdes mas një kohë pa buk, vdes mas një kohë për një pi ku i s'ka kush me afru, vdes mas një kohë aj në mënirën e vetë që shdes, e pastaj hin derrat e oborit, e han mrena i lan ati vetëm këpucën edhe kamën që e ka përfshin këpuca. Këto janë dita të cilët Allahu flet në Kurani Kerim. Këto i përfshin Allahu muslimanët edhe jo muslimanët. Po muslimanët e kanë obligim që prindin e vetë mos talon në këtë mënirë me vdek. Ato e kanë obligim. Për shkak se në spjegimin që do të vjen në ajetët e sotit, ato vetë do të shofin se shfar rote të bukur të jetës selin prej fillimit e derin barim ato që janë musliman. Inna Allaha alimun qadir. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu, unë i di gjanat edhe jam i gjithë mundshëm. Unë i di ato edhe jam i gjithë mundshëm me i sjell. Dita të randa, mas diturie shterun, pasi që ke qeni ditur edhe i në preft të prit ke goja si shpata, pas ta i s'pëna i demnin e gjallit. Ma në fund gjallin tanë po e pytke, ti që shepat e emnin, edhe pak ma vonë, pika keve ti, se kam fjallën për ato që ka e në të pitë si që e dit, po për njerëzi që janë fut në vite shumë thellë, që Allahu flet në këta jetë në Kurani Kerim. Pse kështu? Tha kështu është, i nderuar i gjëmat në Kurani Kerim, për shkak se Allahu Gjelle Gjelaluhu me ato që i vdesin herët, me ato që i vdesin në motët e reja të jetës atyre, ban një sprov, me ato që i vdesin në vitet e shtyra, ban një sprov qëtër. Sprova aktive të rive është diçka ative, diçka qëtër, qka ka në mes një në sprove dhe qëtërës. Ai që i vdes i ri, Allahu e ka sprovu atë dhe prindin e ti. Dënë me pagujt prindin me një gjën që ai vetë s'ka pas me arrit kur. Ai që ka met me jetu prej muslimanve deri vonë, ai sprovohet me durimin e besimit edhe kam ngulljen në fe, ai ka sprovat e pasurijës, ai ka sprovat e diturijës, ai ka sprovat e qendresës, ai ka sprovat e luftës, ai ka sprovat e sadakave, ai ka sprovat e thinjësisë së flokës ati. A i ka sprovat e smundjeve që e kanë kapa ta në jetën. A i paguot pra me këto. A i që vdi që ri, a i paguot me mungesat e këtive që su ka dhënë rasti me i fitu. Ajaban li emri lë mu'min. Që di e madhe me muslimonin. In asabet hussarra'u. Hajde kol në 1 minut.
I nderuar i xhamat, është sprov, ai që ka vdek i ri, i ka në munges këto, që i fitoj plaku, po Allahu Gjelle Gjelaluhu paguan. Ka thonë që dijash me muslimonin, kur ti, pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur ti bjen ati mirë, është në dobinë e ti, se ban faleminderim, kur ti bjen ati keq, është në dobinë e ati, se thot se ban durim. Pra në rastin e faleminderimit, aja është në dobi. Në rastin e sabrit, durimit, aja është në dobi. Ka thonë që dijash me muslimonin, në të dianët, a i fiton. Edhe kur des i ri, fiton. Edhe kur des plak, fiton. Edhe kur des i smut, fiton. Edhe kur des pa pritmas, fiton. Se neve njerëzit në pysin, thujnë, miro gjo ki plaki. Ki jetoj 70 vet, 80 vet dit, ka bon se vapa, elhamdulillah. E me vra hoxho vetima një muslimonin, ku shkon ki? Shkon gjennet. Ku shkon? E vret vetima shkon gjennet. Po dish prej infraktit shkon gjennet. Se është musliman. Vdekja befasisht e muslimonit është rahmeti Allahu Gjelle Gjelalu. Ka thoni kam në hadis, ka thoni kam disa rob të cilët i smuj atë shumë në jetën e atyre para vdekjes, atë shumë ju qoj lodhje dhe smundje të mëdha, kur ti nxerri prej dunjos si javë kam lon as një gjuna pa fshin. S'kan më shka mu përgjigje, kanë kri ketë me smundje. Pra është çudi puna e muslimonit. Ai në gjitha prizmat, në gjitha segmentet, ai është në fitim. Kjo ishin disa fjalë në lidhje me çështjen e jetës, dikush vonë, e dikush herët, e dikush posat linde me një herë. Dikush posat linde me një herë vdes. E ki hin xhennet xhamatin ndershëm, po leçi ki hin xhennet. Po kihin prindi i këti pastaj në gjennet. Tha Rasulullah me një hadith, tha tre fëmijë vogël ku i kanë dek vajib gjennetin e ka. Në mezhlis një grua e ngrejt i zonin, tha ja Rasulullah kam një pyetje. Tha urdhë. Tha e di? Po i kishin vdek asaj di interesoj ke çështja vet. Tha e di të vogli? Tha di ku i kanë vdek vajib gjennetin e ka. E ngrejti një grua dorën, tha ja Rasulullah. Po kush si kanë, ku i ka vdek vetëm një, tha ku i ka vdek një vajib gjennetin e ka. Edhe ajo që si kishin vdek hiq, edhe ajo ngrejti dorën pyti pastaj, tha po ku i si kanë vdek? Tha para ato që si kanë vdek, edhe kanë nejt në rrugën e Allahu Gjelle Gjelalu, tha jam unë. Kështu tha Rasulullah s.a.s. Tha jam unë për ato, i thomë Allahut me mi falë nesër. Për ti jo musliman, po pregaditën një dasëm shumë e madhe për hyrjen tonë në gjennet. E tha pra, kullu ummeti yadkhulu al-janna. Kejt ummeti jam tha hin gjennet. Mëse nxerr mendilin e më një herë bardhin se u bo. Se ala se ki kohën mës prek në gjep kur një sen. Mës ngrej durët me ura prap se halasa krime tije. Ka thonë kullu ummeti yadkhulu al-janna. Kejt yadkhulun al-janna, tha kejt hin gjennet ummeti jam. Tha illa man aba. Tha vetëm ai që s'don me his hin gjennet. Sahabët e ngrejtën zonin, thanë ja Rasul Allah, wa men ja'ba, kushash a i qizë donë me hinë gjennet, a ka kësi koke? Tha Rasulullah, ka tha prej njerëzve qizë hinë gjennet, edhe kush janë ato qizë dojnë me hinë gjennet, vetë me dëshirës do me hinë? Tha, a i që ka bo një zullum natën, e ka mbulu Allahu Gjelle Gjelaluhu të keqen e ati, kur ka dalë ditën a i vetë, po kalzon që ka bo natën. Tha, kis po do me hinë gjennet. Ki vetë s'po do. Tha, Allahu Gjelle Gjelaluhu, ja ka mbulut keqen që i ka bo natën, se pa kush i fare. Allahu Gjelle Gjelaluhu është mbuluës i robit vetë, kur të boje keq me një vend, ku se shakur kush, ja mbulonaj. A i s'del me vikat, o ju, filonin tërë, ju se pa të boni këta, Allahu nuk e ban këtë pun. Tha, del me nxes, aj, e ka pujshien, tha, a disha i kam bo filonit prom. Vete zbulon, tha, kis po don me hinë gjennet. Kis po don me hinë gjennet. Ditën e kiametit, Allahu qatë që i boni natën një të keqe, edhe se pa as kushi, as që tregoj a i dikuj, met ajo e mbuluar për gjithmon mo. Met e mbuluar për gjithmon. Edhe vdic, se diti kushi. Ditën e kiametit, e merë Allahu në vetëmijën e madhrijës ati këta, edhe i fol këti një fjalë në vesh gjematin dershëm.
I thot këti në veshin me madhrin e ti se atë punën që i bonë ti natën dhe s'pa kur kush e dimna, hinë gjennet. Në pyetjen se pse me ja tregu këta, pra, Allahu Gjelle Gjelaluhu na tregon neve mirë në përmet lajmeve kuranore edhe spjegimi dhe të hadisit se po mos ti thonë të këti ditën e kiametit se ti e pa të bo këta në atë ersin që s'pa kushin në të pom, ki kur të hinë gjennet dhe të thoje kështu. Këto s'pidishin këtë punë. Ki do të rritën gjennet a gjemre dhe thoje, edhe këto këtë punë s'pidishin. Jo, atje kejt pun t'i din. Pa ta përmend këta selon, po nuk gjikojnë për këta pëse se pa të qitë t'in shesh. Po kalojmë në ajetin e dit, i cili ka të bëhe me rotullimin e jetës saj bote dhe furnizimit, fenomenit i cili e ka emrin rizk. Tha wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizk. O njerëz, për ka rizki, për ka pasurit që i keni si ju kemi bote njajtë. Dikush prej juve ka ma shumë, e dikush prej juve ka ma pak. Unë me qenë se një hoqë këtë tem, këta jetë tash që do ta komentoj, insha Allah. Do ta kish komentu në venin tem, këtu në kursin teme. E unë kështu si që di komentin e këti ajetit, kisha qenë dëgjuës. Po ja vë thamë nga zemra. A njeri që do ta spjegon këta jetë që do ta komentoj tash. E unë ta di se, që që di tash, kam pas me uqu në kam, prej në kam me ndëgju ga ditu. Kam pas me uqu para hoqës në kam, me ndëgju në kam, se s'kisha me mund me nejt ullëm. Allahu thot se për ka rëzki s'ju kemi bo të barabartë. Për ka pasurit, për ka furnizimi, s'jeni të njajt. E tash ti, me njëhere, po e bojmë një pytje dhe për zbërthajmë përgjigjën mirë. A është kjo drejtësi pra apo s'është? Pse mos jemi të barabartë, kur jemi rob të Allahut të barabartë? Jemi rob të ati të barabartë, a i na ka kriju të gjithve. E pse dove ma pak pra e disave ma shumë? Zbërthen Kurani Kerimin vazhdim. Zbërthen Kurani Kerimin vazhdim duke thonë, o njerëz, të furnizohesh. E nëse arrini këta me nënvizu tash, e kryni atë që thash, unë du të kisha ngu në kom. Të furnizohesh do të thot, të angazhohesh. Mbaroj dherë si sotit, s'kam shka me thonë më shumë. Të furnizohesh, të pasurohesh, do të thot të angazhohesh. E shka do të thot të angazhohesh pra? Dikush minimalisht, dikush mesatarisht, dikush maksimalisht. Dikush prej njerëzve që Allahu i dha, i ka Islami, nëse se keni shqip, librin e Sejid Kutubit, nuk e keni shqip, inshallah bëhat shqip, ashtu bo bile, ashtu bo libri i famshëm i Sejidit shqip, shqiptarët do ta lexojnë inshallah, frik do ta kenë dorë librin e famshëm të dietarëve egjiptasë i cili u varr në vitin 1964 në litar. Shpejt e shpejt, populojnë gjemtetorin inshallah taala. Ai thot, pse do kanë ma shumë do ma pak? E thonë, se do janë të kryum për me pas ma shumë, e do janë të kryum për me pas ma pak. Prej ka ju vjen kjo? E thonë, sa Allahu Gjelle Gjelaluhu njerëzit nuk i kryoj të njëjt. Kejt njerëzit për krejt gjonat, sa është kështu puna. Njeni është i kryum fuqi me bajtë ranë. Edhe aj kur për shef televizor, për jam gjetë hekrave, 315 kg. E ti? Ja pra, aj i pruni $20,000 të shpia. Ti? Qka bone? Ti ngrejt e denga pras, ka 20 file, ka 9 file, ka 3 file, ngrejt shkarko, shkarko, lidh. Qka prune ma i sprami? I prune 300 mark. E tashti, ajo u angazhu kër i ngrejti ato. Edhe ti e angazhu, po dengi jo të qeter, i ati qeter. Aja është kriju për me ngrejt 315 kg, i ka prune $20,000 në shpi. Ti e i kriju për didenga pras, i ki pru didenga pras të shpia. Prej didenga me pras i ki pru 1 miliard e gjim, s'ke ble një solenk. Kaq. A thonë disa e tash të ndëgjom në anën tjetër, anën e kundër se mu duni me më përcel me rend. Me bo tash ju në këtë mendim që i dham tash në këtë shembull me të kujtu që shka kjo me pras, ju shkoj 1.000 gjona ashtit e mas. Po me regull dush me përcel procesin e dersit. Do janë prej njerëzve, kjo edhe ma fenomeni madha.
do janë prej njerëzve të shkollum fakultetin e ekonomisë. E kanë kri fakultetin e ekonomisë, e kanë kri magistraturën e ekonomisë, pastaj janë bërë doktor të ekonomisë, kur të shkojsh me apo halët agje, $50,000 borç. Ekonomisti, doktor ekonomie, $50,000 i ka borxhu mi dhon halkive borxh. Kur t'i shlojsh sit të mfalni, kur t'i shlojsh sit të do të dibidusa, që halas din mirë me shkrujt, me të vërtet halas din mirë me shkrujt, do bilehic din me shkrujt. Shkon me aeroplan në Dubai agje, kështu, në Dubai, 10.000 mark, i ka investu agje, ka pruat male, ka shit 8.000 këtu, ka shku i ka blet 4.000 agje, ka shit 12.000 këtu, ka shku i ka blet 9.000 agje, ka shit 20.000 këtu, me 3 tura 11.000 mark në gjep, me 11.000 mark, pastaj 30.000 mark në gjep. E po mirë, me dhe sa është dibidus, e pysin shëqnia, thojnë, abe, kejt, ti ku dite me shku agje? Qa është për në krasim me qerë ti hupë, thënë, mirë, kue ki, kush thak, kue more vesh, ku pe di, kue gjejtë, e që ka është i hupë, ja ma interesant, $1 milion i ka në bankë, për 10 vetë stash punet, tu mës me diti, kur gjohë s'din dë njo? Allahu ka thonë në Kurani Kerim, do për këti kam kriju, s'din, a do pa din shumë, kanë shkrujt një liber shumë të famshëm, Einstein, Albert Einstein, është një shkencëtar Gjermani njofshëm, ka vdek. Ka shkrujt një liber në gjuhën gjermane, titullin e ka kështu, Wir nutzen nur 10% von unsere Potenzial. Libri kështu e ka emnin. Ne e përdorim vetëm 10% të potencialit ton. Do me thonë 90% e mendjes është pa përdorë, si pas Einsteinit po flasë. Truni njeriut, vetëm 10% deri tash është përdorë me ndërtu këtë botë kështu. 90% hala njeri të njeri s'ka hi. Unë hala me 90% të potencialit tem si pas ti libri, hala s'kam hi në vetë vetën. Me shfridzu. Shka do të bojnë me atë 90% ta? Ne kush për di? Kush për di? Sot lezova në gazet, se po formohet një gjuhë e re, me 220.000 fjalë një gjuhë, e do të komunikohet në përmet internetit me ta. E ti nëse e keni shosh në Angli, e se din anglishtën as një fjalë, do të mundësh me komuniku me ta pa problem fare. Veçëm i tru sustat e tastaturës kompjuterit tanë, edhe i shkru një letër ati shqip, a je merë përgjigjin drejt a gjë anglisht, qka jetu shkrujt ti. Kur ta kthej përgjigjin a në kompjuterin e vetë anglisht, e ti në monitorin tanë drejt shqip. Kështu do të bisedojnë në armëri njerëzit, e kjo nuk do tjetë largë. Sot ishte në gazet, mrenda 8 viteve do të krijet kejt këtë proces. Me 2006, si ta keni kompjuterin dhonë, do të folni me kinezët. Me kinezët, jo po ishte e cekun Kina, ishte e cekun me emën. Do t'i qoni shoqit tanë në përmet internetit letër, në kompjuter shqip. A i do t'a lezoj kinezisht, pas ta ja u këthanë përgjigjën kinezisht, ju drejt në faqen e internetit do t'a lezoni ju shqip drejt. Kështu do të komunikohet. Unë po kam fillu me i zonë bes, Einsteinit, se me të vërtet shumë pak ashtë përdor me një njeriu deri tash. Kam nisë në kohën e fundit me i besu. Në fillim si kam pas bindjet. Kështu me gjithë se librin ja kam lexuar në detale. A dalim të kafshët pak? Me shkollë dhe pa shkollë. Sa vite, po kam thonë për këtë nash, s'ka gallë. Sa vite shkolli ka ukit bitis me që vesh dhend trasha dhe lop trasha po ha. Sa kurse i ka bitisa i të ekonomijës, edhe interesant, as krone për me terë, as me tha për me shporet. Jo si ju, po e pat, ju se dini bashmirë se që shini të jetu. Ju po e bleni lopën 300 kg mish, po e noni për me shporet po e bani 10 kg, pas taj po me ndoni që kini bo një punë. Pin 300 kg, 10 kg. Aja gjenal, ta i s'po i ban punë kështu. Aj ta pret 500 kg lopën, pas 300 kg mish për një me 300 kg mish, ja. Ja 300, se s'ka gëllë. Të më falni, njën e pyti ukin tha, pse trashat? Këshnal njën e ukin udhë, tha, pse trashat, pse zaiftat jo? Zaiftat hajti, tha, po i ka vërdis me kep, me mish, me asi margarin, me ketë, tha, unë pa ka vërdis, tha, po e hata. Trashat, zaiftat, tha, ju të shpija gje. Ska ko, Allahu gjelle gjelaluhu, aje bëni që ki pa shkoll të hanë trasha. Edhe tha një poet, leu kanet il arzaku
tajri ala al-hija halakna idhan min jahlihin al-bahaimu. Tha me kanë që rrezik i bëhet sipas shkollimit edhe sipas shkollimit, sipas diturisë, tha u ke s'ka pas me hangër hiç se asnjë ditë shkollë se ka. Më po han. Veç harroj pak mas shpine. Shkoj. Po han. Fjala rrezik, çka do më thon tani pastaj? Fjala rrezik, ar-rizku, tash unë po e mësoj fort, po foli për penin më të hollë të fjalës rrezik. Thot ar-rizku ma akaltahu. Rrezik është ajo që e ke hangër. Ajo që mo e ke në bark, rrezki jo tash si firi i sodit që e ke hangër. E iftari, qka do të na del a thu? Iftari a do të na del rrezka diçka qëtër sen. Deri më tash në këti qindi, iftari i sodit tash pasuri, jo rrezk. Nëse hunshmin sofre edhe ham është rrezk. Se rrezk është ajo që e ke hangër. Për ate na thojmë valhapun, se rrezkin e kurkush se ne ha. A më ne ha dikush ate që e ke hangër ti mo? Ajo abitis, a kri mo? Rrezkin e kurkush se ne han. A pasunien e qetrit mundet. Pasunien e qetrit mundet. Se njoni e mjell një arë me kalamoq, edhe me bath, kej qetri i shlon lopt, atë edhe atë harë. Kanë hangër pasunien e qetrit edhe mari punë. Për atë për pasunin ka komisione, a për rrezkin s'ka komision. Me vlerësu rrezkin s'ka komisione. Fjala rrezk nuk përfshin komision, mbi këshirje. Fama alladhina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum. Tashti është thelbi i problematikës pse jemi të dalluar për ka rrezik. Edhe pse Allahu këtë shembull e sjell në Kur'anin e Kerim. Xhamot. Po ja u them një fjalë që s'jam kam thonë kurr. Me qenë unë i bindun. Unë jam i bindun. Po me qenë i bindun mirë. E me ditë se ju me një me jeni në rjedhje me derse që i bajnë në kursi këtu. Me mbin dikush me një me jeni në rjedhje edhe një të e përcel dit pas dite, shkall pas shkallë, shka po spjegot, me të vërtet kisha me qenë më i lumturi prej 7 miliardve njerëz në botë. Tashti unë po zbërthej, si pas Kurani Kerimit, pse si jemi të barabar në rrezik. Edhe pse Allahu sjell këtë shembull. Ka thonë, wa ma hum biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum. Arabët, fitimin që e bajshin, arabët para koranor, fitimin që e bajshin një vjet, e dajshin. Jo si na, e shtim në shtëpi edhe tamam, ato e dajshin. Kështu thëshin, prindit, kaq. Mua, kaq. Djalit tem, kaq. Putit, kaq. Ati putit që i bajshin sejde. Një pjesë pasunisë ja dajshin ati. Allahu Gjelle Gjelalu sjell këta jetë në Kurani Kerim për këtë qëllim. E unë po kam frikë duke e zbërthi këta se sëm të gjëjnë fjalë adekvate për ndërtimin e fjalisë. Kur dajshin një pjesë të pasunisë, ja qojshin ati me hangër ati gurit që i bajshin sejde asë drasës. Allahu sjell këta jetë në Kurani Kerim, neve me në mësu një gjanë që na të nxjerrim nga kja jetë diçka. Tha ju, që po ja qoni një pjesë të pasunijës ati në shkratin ati gurit me hongër a gjë. Pse këtë po ja qoni? Po ja qojmë se po dojmë me tregu se ki puti nuk ashtë i barabart me ne. E robëve që i keni pra gjallë, ki ke puti, robëve që i keni gjallë, kur po ju jipni me hongër pra, apo ka ndryshim ushqimi i robëve me ushqimin e zotnive? Thënë, ka. Po kjo është të na shumë normal me ditë këta, kjo sa zor me ditë. A i bim drejt? Në kur si kemi ra shtrem, që ti po i bim apet drejt? Ofqarët e dhenve, kur në i rujshin dhend, e kanë pasu ushqimin si të zotnijës? Kështu e kanë pasu ushqimin. Maroj ofqarët sot hasëllpite. Hasëllpitën edhe në strajtës. Janë gjikin edhe hecë, mësë diskuto shumë. Qobanit kupën me gjiz. Kup. Dvoglit nuk e din kupën. Se ato si din plët gjona. Tenve. Kupa e drunit. Dika pak kur të bashkohemi janë qetrën bëhet kup. Mushja me gjiz. Deri sa një qoban u mërzit atë shumë për i gjizës. Se 9 muj gjiz. E pitën shok të ati, tha, abe a hanë ti diçka që tërsen, tha, po ishte aq i menqur dhe i zot njës vet,
aq na muzli ishte me ambrojt zotnin si interesin tha. Po tha unë qetërsen tha. Ndrejk tha ha speca me gjiz tha, na ksham mandron zotnia për nat. Tha shka po t'jap, tha gjiz me speca. Edhe ato harun se kjo pun çka del ma isbrami tha to ma mirë kana punë. Na kujtum që vesh gjiz, speca me gjiz po ha. Edhe mandron tha zotnia në mbrami. Vani kur jam këtu, unë jam më leja kupi, unë jam i gipsit. Po në këtë filozofi po du më nalë edhe një minut. Shka kjo speca me gjiz me speca? Shka është kjo? Gratë ja kanë zerë speca me gjiz gjejt, ja kanë të lovitë o një herë, i kanë vu gjiz me speca pak ma gjallë mës me morë vesh se kupa e gjejt ka kjo. Tha pra ju nuk për e bani ushqimin e juve në sofër si drobit juve dhe shërptorit juve. Po bani hile. E ketë pse për spjegon pra? Po ketë e ka për qëllim ajeti, halas kam dalë të formula unë. Formula atë qëtër kun. Tha o ju, ndëgjo tash, se tash pëjavem këta tash, pëjavem këtë. Po një atë robin për ka ushqimi a gjë dhe s'po e konsideroni si vetën. Tha pse s'po e konsideroni si vetën? Pse rob? Do me thonë sa është i barabart me njerin e lirë. E mirë tha pra. Këto gurt edhe këto drasat edhe këto putat që po i barazoni me muë. A është kjo punë rregull pra? A u kuptu? Sa këtë gurin pe bani zot apo? Robin e juve me juve s'pe barazoni, ati pi jipni me hongër malisht. Se vetës, se barazoni me juve. E pse gurin pe barazoni zot me mu pra që për ju nalni për para mi boseshdi? Masi i modhit voglin Masi i modhi me të voglin s'pu barazokën pra. E pse këta për e bani e këtë tjetërën s'po e bani pra? Kurani Kerimi me mjeshtrit mrekulluese të vetat e nxjerr njeriu nga tymi dhe thirri edhe u gjaku i mos besimit apo besimit të shtremt në dritën e së vërtetës. Unë nuk e di a i kam sjell këtë fjalët që ju ta kuptoni çka deshta me thonë. Po për këta po e sjellim shembullin tjetër se me shembuj gjonat bëhen shumë të qarta. Unë do shta javë të pro juve shembull sa që ka një kritik të but të vogël për jashta, thoi njerëzit shumë be shembuj për stepër. Unë jam madeni shembujve. Maden, qështu jam? Hazrat Ibrahimi, kur i ka thi putat e ati popullit vet atëherë, një të madhe kalon pa thi. Kështu është fjala. Illa kabiran lahum, Kurana, jo ngjarje, jo tregim. Në Kuran mrena, atë madhen e kalon pa thi, dhe i ka varë spatën ati. Ka larë populli i vetë ditën e karnevalit që e banjshin ato, kur ardhen prej asti manifestimin fush, kur i kanë pa kejt putat dërmak, vish një pa thi. Thënë men faale hadha bi alihatina, e kush ne i ka thi neve, këto njoni tha se me'na feten, jedhkuruhum ju kalu lehu Ibrahim. Kemi ndi një njeri Ibrahim e ka emnin shpesh i përmend ke për të keq, mos i ka thi a i val. E pronën, i thanë ati, e ente faalte hadha bi alihatina ja Ibrahim. Tha ja Ibrahim, atina i ke bon zot në të kështua. Tha jo, tha bel faaleha kebiruhum hadha. Tha ki i modhi, tha i pas ka thia, s'pe ja shif një spatëna. Me pas thi, unë tha, kisha thi edhe ketë. Mi pas thi këto të voglit, edhe ketë kisha mujt me thi se të ras. Tha po ki masi spatën e pas ka tha i pa thi ki. E mirë, unë s'pes gjas këtë ngjarje se s'jam këtë tim. Po, për çka kështu, pse të modhin? A i deshti që njerëzit t'i nxjerr prej besimit të kot, se ki i modhi kur i ka thi këto të voglit, do me thonë se ki si don të voglit rreth veti. Nuk don të vogli i modhi. Thash Allahu Gjelle Gjelaluhu, ai është i madh, ai nuk don kësi qenë rreth veti, pra kështu do i ke Ibrahimi me nxjerr prej besimit kot në besimin e vërtet. Se Allahu i madh që të voglit edhe ketë si donë rreth veti këto. Po në përmjet një praktike shumë të logjikshme, shumë të bukur. Kjo ishte çështja se rrezki pse ma shumë edhe pse ma pak, që Allahu Gjelle Gjelalu të na nxjerr neve me një analogji shumë të bukur, se i modhi të voglin qishe dallon, pra i vogli nuk meriton me qenë Zot, se Zot është vetëm i modhi. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Ajeti 70 me një temë tash, me një pjesë të temës, ndryshe, se cile ajet temë, se cile ajet fakultet, se cile ajet universitet në veti, për atë në ajap me meren që të mirëni, t'hini njarë në fakultet, të vizitoni gjithë universitetin.
Wallahu ja'ala lakum min azwajikum min anfusikum azwaja. Tha o ju kemi bë prej juve gratë e juve. I kemi bë prej juve gratë e juve. Kështu ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim. Do më thonë ato janë gjysmë e juve. Wa ja'ala lakum min azwajikum aw abna'an banina wa hafada. Tha ju kemi bë prej grave juve fëmijët juajt edhe fëmijë të fëmijëve. Kja përkthim. Koment i rjedh. Kja përkthimi. Ju kemi bë gra, o ju, prej juve ju kemi bë gra. Prej grave juve fëmijët e juaj, prej fëmijëve të juaj, pastaj fëmijët e fëmijëve të juaj. Kurani i Kerimi i emërton këto me fjalën hafada. Tash ndëgjoj. Fjala hafid në gjuhën arabe do të thonë nip. Gjali gjalit. Nip. Po unë nuk e di nip shka do me thonë shqip. Se nuk e di për ata. Për i ka rjedh fjala nip. E di që janë gjali gjalit. Po fjala nip, geneza e fjales nip. Ku është infinitivi e ati unë nuk e di. Po e di arabisht shka është hafid. Se atje jam specialist e asaj gjuhe. Në suazat e mija jam specialist aq. Që jerë të dini ma mirë. Shka është hafid shqip? Hafid do me thonë ndihmës. Ndihmuës. Mirë po Kurani i Kerimin kër e ndëgjën njeri me veshin e parë, thot aha, shiqot ashti. Nipi po na dil ka ndihmuës. Kush janë ndihmuës? Gjali janë ndihmuës. Se baba ka fëmijë për me ndihmu ati. Kurani i Kerimi nuk flet për gjalin ndihmës, flet për nipin sa është ndihmës. E çka u bo? E thash ju njerëzit, u duni me kuptu tash që për rjedh biseda mirë, se si është çështja e Kurani i Kerimit, edhe sa i ka ai pejt e holl të spjegimit. Thot pse djali sa është konsideru në Kur'an ndihmës i babës, po është konsideru nipi. A ban me janis pra kështu. Kush rrim ma shumë në qaft gjishit? A djali rrin qaft babës ma shumë? A djali djalit rrin qaft babës plak ma shumë? Cëllë rrim ma shumë? Djali djalit apo? Në regull. Nëse pajtohemi me këta pra, na del formula e kejt punëve tash në regull. Nëse këtu e thajmë atëherë e thajmë të vërtetër. Mirë boll. Nipin qafën e babës plak ma shumë se babaj vetë. Tamam. Kënd e don gjishi ma shumë? Kjo e para ka e dita. Kënd e don gjishi ma shumë? A djalin e gjallit? Gjishi e don mas shumë ti djalin e gjallit se djalin e vetë. E tash nëse edhe këta jemi të pajtum, kemi bon shumë mirë, se mës me u pajtun këta thejat e vërteta. I rrimë të vërtetës për balë, se kjo është e vërtet. E treta pun. Me dal baba, për dere, me diçka për me shku në fush, me punu në pun. Edhe gjali veta dita dasht me shku me një vend qeter me punu në diçka. Po pys, nipi ka cëli ama me shku në fush, me cëllin. A me babën e plak? Ai 6 veçari, ai 4 veçari, ai me babën e plak. Se s'mundet, se ai si ama ka baba i vet, as një kashore fare hiq, drejt me babën e plak. E 4, cili është ma i rum? A baba plak a babi? Babi a ma i rum? Unë kam thonë, babi po shkon në Francë, apo? E kanë qu në Francë, a gjebe lanë shështi? Me hollu se ishte bab, tani u bo babi, ta shti në Francë e kanë qu me hollu kur të vene papi ka me arë. Unë kam thonë kështu, ma vonë kanë me qu dhe njerë në kongresin e ditë të papive, edhe kur të vene prej agje ka me arë baba la mer, nona la mer, baba la per. Po kështu, frëngjisht i dhe nonës la mer, kurse babës la per. Po, e kështu ka me arë për Francë e ma vonë, se atje po e qojnë, unë s'po i thëmë qoni, unë po i thëmë mos e qoni, ato po e qojnë, se po dojmë shku në Evropa, po. E në regull, pra. Ki, a me babin shkon, a me gjishin të ora? Me cëllin ka ma merak ma shumë? A i 7 veçari, 6 veçari, këti me gjishin janot. Hajtë tash, pra. Këto kanë disa gjona, disa mukadimati, thujmë, na hedhje e fjalive të para për me artë të rezultati. E rezultati kua pra, pse kështu?
e bajmë edhe një pyetje, edhe del përgjigja me neve, formula e përgjigjes taman, mua ashtu siç duhet. Baba e don gjalin e gjallit më shumë se gjalin e vet. Pse e don? Ktu ashem shefta, ktu po du me dalna. Edhe gjalin e vogël e don më shumë se gjemë të mëdhoj. Edhe kjo është realitet. Po zguxon kur kush me ngrejt durët mua nku. Pse baba gjalin e vogël me dash më shumë e gjalin e madh s'po e don sa të voglin? Pse kështu? Gjalin e vogël e don më shumë, se ai me ata ka me jetu më pak. Kështu ai e ban barabar me gjalin e madh. Se gjalin e madh që 30 vjet që po e don, a këta ka vakt me dash pak sa ki do të vdesë, ai do të jese. Pra kur e don gjalin e vogël më shumë barabar e ban me të modhen se më pa shkurt ka me jetu me ata. E nipi ka një flak të veçantë nga magazja e shpirtit të babës, edhe me gjallë manifestohet pak se me ata edhe ma pak ka me jetu. Këtu s'ka hile. Këtu s'ka kur një hile. Për ata, Allahu ka mbjell në zemrën e ati 6 vjeçarit edhe 7 vjeçarit, a i pa dit fare se shka pëndodh me i këci gjishit në qafë, pse kjo deve edhe pak shkon. Mosë në nëshmoni me fjallën deve. Se islami është sistema i skalon gja pas pjegu ju të dashur. Mosë në nëshmoni ju pleqet nga fjallja deve. Se do t'javë spjegoj një hadis të mësusit njërzijës. A i cili, Hasani dhe Huseini, i hipshin qaftu falati. A i nuk i ka pas ato gjem të vetë. A i ka pas ato gjem të qikës, se gjem të qikës edhe gjem të gjallit janë të barabartë. Ato janë nipa, apo? Gjem të qikës edhe gjem të gjallit janë të barabartë. Ato ishin gjem të Fatimës. Nipa të të dashurit sallallahu alaihi wasallam. I hipshin qaftu u falë. Po i hipshin dy. Jo një, i hipshin dy në qafë. E aj pastaj rikën seqë dhe mos e ngrejke balin derit njën ato që dripin vetë. Ju mendoni se i doni nipat. Ju mendoni se i doni. Ama nuk i doni se aj. Ju mendoni se i doni nipat e juv. Po ju kështu nipat e juv nuk dini me i dasht. Aj mos e ngrejke kryen prej seshdës. Deri ato mo e lishin atë lojën e vetë që kishin fillu në shpinën e ati. E kur u qu prej namazit, a ju tha ative, Ni'mal gjemalu kuma. Tha s'ka deve me mirë se devja juve. Mosë në nëshmon nga fjalla deve ti. Se deve i tha vetë vetës mësusi njërzijës. Tha shumë devja but. S'po ju rëzon heq. Po bjenë se është dhe ju po luni tërë po ufrini ajo s'po ju qetë shpinës. A i kur u qoken kom namaz, Hasani hike prej mrapa nërmet komve, Huseini prej përpara dilket e mrapa. E do ishin me zonë ato një një qetrin në përdhom, po e kishin banderat e rrimës di kom të pengamerit Arisetu Selam kë e banjshin lojën të ufal. A i zbiken ruku mo tërë ta krinë këto di. E njëherë ndodhi që a i namaz e mori Huseinin kra dhe e boni kiamin. A i do t'i nipat kështu ma? Ti e do në nipin, po dhe disa shkelma janë ati, apo? Janë ati, shka mi bon që janë. E di pse janë? Pse edhe disa tonelatët e gjahiljetit janë ati mrena. Edhe ato janë. Edhe dashuria nipit është, po edhe tonelatët e gjahiljetit janë ati. Kurse atje ka dashuri nipi, a hiq gjahiljet s'ka. As njare. Edhe ju thaj ative, hadis mbet, deri në fund tha, qurratu aynin li. Tha, o ju di. Tha, ju di, ini këto di. Kështu ju tha, gjemve Fatimës i dashuri, i Allahu Gjelle Gjelaluhu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tha, o ju di, e di kush jeni? Tha, ju di, jeni këto di. A ju be me shkelëm ti këtive dive? A i shti kishtat ati me prek? A i shpon me tërvelti ato? Pra dhe nipi, është drita e sinit tanë. E ke kri me nipin ti sot në këtë dersa ala se ke kri. Edhe 10 minuta kam me fol kejt sot edhe po e krim. To në nesër vazhdojmë inshallah. E pse nipi? Udhtimi i gjishit për kavorrat. Para se të niset me udhtu vitet e fundit, ditat e fundit, javët e fundit, a i shumë shiqon të mas. E shiqon vijen edhe farkemin edhe tragin se po len mrapa. Edhe a i me këta hemen fillon me u pajtu se me të vërtet unë du të me shku se ki po jetë. Kja është fjale e fundit.
E dërsi sotit lillahi l-Fatiha, nesër të vazhdojmë insha Allahu ta'ala.